futbollistëve, po kuptohet lojtarëve i kam komunikuar që ta shijojnë këtë sukses, ka dhe një organizim me Bashkinë e Qytetit ditën e shtunë, dhe më pas do të shikojmë për të ulur. Dhe një ditë festa të ditë. Po, do jetë një festë. Ne nuk është se kemi dalur kampion, por kemi arritur objektivin. Prandaj, po. Dhe do jetë një festë e madhe nga ana e bashkisë, por kuptohet ne do të ulemi me drejtuesit të flasim, sepse nuk është njësoj kategoria e parë si kategoria e dytë. Dhe duan patjetër disa përforcime, por kuptohet pjesa më e madhe e skuadrës do qëndrojë, që është e vërteta, sepse ne me këtë skuadrë arritëm objektivin. Shpresoj që edhe unë bashkë me stafin tim që të gjejmë gjuhën e përbashkët dhe pse jo të vazhdojmë përsëri me Librartin. Po, dhe nëse të cekim elementë të tjera përveç faktit pra për pjesën teknike të ekipit skuadrës, cilit janë ato element që ndoshta ua kanë vështirësuar rrugën gjatë këtij sezoni dhe ndoshta do kërkojnë më shumë investim, më shumë kohë, por janë pjesë e projektit afatgjatë të Sopotit. Patjetër, duhet kujdes në ndërtimin e një skuadër për të patur një projekt, duhet shumë kujdes. Fjala projekt është shumë e madhe dhe kuptohet dhe duhet të rregullimi i stadiumit, fusha nuk është në gjendje të mirë siç ka qenë. Kuptohet duhet të ndryshojmë dhe disa gjëra gjatë rrugës. Kemi folur me drejtuesit dhe fatikisht më kanë thënë gjithmonë që profesor objektivi të arrihet në kategorinë e parë dhe ne do t'i sistemojmë ato gjëra që ti kërkon. Dhe është mos e normale që është e vërteta, sepse kam diskutuar edhe me lojtarët, duhet të largohemi nga kjo kategori, sepse nuk është kategori që i përshtatet disa futbollistëve që ne kishim. Ajo quhet fatikisht 50%, po them, është si amatore quhet fatikisht, nuk është 100% profesioniste kategoria e dytë, por kategoria e parë është komplet profesioniste. Dhe tani kuptohet dëshira shumë e madhe për ta ndërtuar një skuadër dhe për të vazhduar dhe për të korrë suksese, sepse skuadra është e mirë, por duhen dhe disa lojtarë mjaft mirë. Por duhet gjithmonë kujdes sepse ka skuadra shumë të forta. Patjetër, dhe sporti i ofron të gjitha në fakt edhe ndonjëherë ndodh që edhe aty ku se pret vjen kundërshtari, kështu që pa diskutim ju duhet jeni të përgatitur për një nivel tjetër, tashmë më të lartë, siç është kategoria e parë. Meqense jemi këtu Allaçi, është një element ndoshta pak interesant që ka ende një vend vakant, nëse mund ta quajmë kështu, në kategorinë e parë, duke qenë se Byllisi Ra, Byllisi 2 ishte në këtë kategori, detyrimisht pra rregulli nuk e lejon, pra që të jenë dy ekipe nga njëjti qytet, kështu që do të ketë një përballje nëse nuk gabojmë pra me Kuksin dhe me Butrintin. Butrinti i Sarandës. Sfidë interesante. Po, sigurisht. Ka pasur kundërshtime, Kuksi pro, Butrinti kundër. I kam ndjekur fatikisht dhe intervistat qoftë nga Butrinti apo qoftë nga Kuksi, të cilët pretendonin që duhet jemi ne, thonë të Kuksi, duhet jemi ne, thonë të Butrinti. Më pas kishte edhe Shiroka pretendimet e saj, pra shumë skuadra kishin pretendimet. Federata e futbollit kuptohet ka vendosur që të jetë një finale mes Kuksit dhe Butrintit, por kuptohet që Butrinti ndoshta nuk është gati 100% sepse është shkëputur nga stërvitja, ka disa javë që është shkëputur, janë mos gabojmë 3 javë që është shkëputur, ndërsa Kuksi është më i gatshëm dhe kuptohet tani ka një konflikt sepse Saranda thotë lojtarët tonë janë larguar dhe janë shpërndar. Por shpresoj që të gjehet një gjuhë e përballë, patjetër që do të gjehet një gjuhë e përballë sepse është caktuar tani. Dhe mendoj që duhet jepet pak kohë lojtarëve, stafit për të stërvitur, patën mendoj 10 ditë nuk mund të bëhen gati, sepse unë jam vetë trajner, dhe nëse lojtari largohet 3 javë pushim, kuptohet ato e kanë stakuar mendje që nuk janë më për të vazhduar, kështu që duhet pak kujdes dhe mendoj që federata mendoj që i ka marrë parasysh të gjëra, do t'i lejoj kopë me patjetër. Edhe kuptohet Kuksi ka bërë edhe Kuksi një sezon, mund të them, jo shumë të mirë, sepse duke ditur edhe problematikat që ka Kuksi, se nuk është një skuadër që ka shumë lojtarë cilësor, pra me ato lojtarë që ka dhe me problematikat që kanë shoqëruar, mendoj që drejtësisht kanë konkurruar deri në ato momente, sepse nuk mund të themi që Kuksi bëri një sezon shumë të mirë dhe është nga fundi renditjes, por mos harrojmë që Kuksi ka një problematikë sepse ka